Përshëndetje, jam Qelik Limani, jam ndërmarrës nga Kosova dhe kontribues vullnetar me aktivitetet dhe mbështetjen e ndërmarrësve dhe startupëve në Kosovë, Maqedoni e rajonin e Shqipëri. Kështu me radhë, jam i përfshirë me biznese me cilat punojmë me tregjet e rajonit dhe tregjet në SBA, duke zhvilluar ofertë të ndryshme dhe duke ndihmuar në punësimin edhe zhvillimin edhe thjesht motivimin e rajonit. Motivimi për me kontribu si mentor dhe për me qenë motivus për ndërmarrëse për startup është diçka që ndërlidhet me pasionin personal, është një dëshirë edhe është një energji që vjen nga brenda, me thonë thjesht secili person e ka diçka tillë në vete, edhe duke pas mundësinë për me përcjell zhvillimin e rajonit edhe edukimin e gjenerata të reja, me thonë duke pa që ata kanë nevojë për një lloj motivimi, shtesë, dhe thjesht marrin shembull prej njerëzve të tjerë që kanë pas aktivitete dhe suksese dhe eksperienca të tjera të suksesshme. Kjo më nxit që unë të dedikoj kohën time, zakonisht në vikende, për shkak se gjatë ditëve të javës jam i angazhuar në gjëra të tjera, por gjatë vikendeve, do thonë, bën që jemi dedikuar për kohën time të lirë të tentoj të punoj me startup-e më ndërmarrës të ri, për me motivu që me kriju edhe një gjeneratë të re të ndërmarrësve, të cilët më pas kalojnë këtë lloj motivimi tek gjenerata të tjera. Më thonë është diçka që duhet të kalohet prej gjenerate në gjeneratë dhe thjesht nuk është diçka që mund të ta merr vetëm një person ose një lloj komuniteti, por duhet bashkërisht që të zhvillohet lloj kultura e mentorimit, kultura e ndihmesës, kultura e suportit. Letzoni baskeni.